Bëre faq. Mos çfarë pret ndodhi në mars? Që në çdo rast do të ishte e vështirë për ekipin ton, për historinë, për vlerën e lojtarëve në treg, për bilancin që kemi me ekipet kundërshtare, por gjithmonë bukur për të provuar diçka që ti nuk e ke arritur asnjëherë. Dhe me grupin e lojtarëve që kemi aktualisht, me atë dëshirën që gjithsecili ka për ta provuar emocionin që ka një kupë bote, ndaj sa dush përqindjen që mund të ketë Polonia apo Shqipëria, këto tanët atë përqindjen atyre do të tentojnë ta shfrytëzojnë në maksimum. Edhe Polonia nuk është në ato ditët e saj më të mira, nuk e ka me një brez. Lewandowski është 37 vjeç. Faktori fush e favorizon goxha. Tani unë them 60% favorite Polonia, por Polonia është në çdo rast favorite për këtë ndeshje. Por futbolli për këtë është i bukur sepse ka gjithmonë një herë të parë, ka një ndeshje të re dhe pse jo?